Unë se kam të regu kur para publiku tem, Po. për dhe unë e kam vujt për kancerit. Edhe kjo pjesë shumë interesant është kjo pjesa e kancerit. E kam pas një kancer invaziv, i cili ka 20 vjetë që është i qetë. Po vetëm vete menagjova, ha? Vete kam menagju. Shumë mirë se mi të regu edhe një... Nuk kam pranu me ma hek organin, kam thënë hekeni vetëm pjesën që është e dëmtume ose me ndoni që është. Kam nënshkru vetë. Po, bravo. Që nuk po du me hek qëtë organ, me largu fare. Edhe të gjithë mjekët, edhe unë kam shumë familjar mjek. Më kajnë thënë që duhesh mi hek, mos bën kështu, mos na... Pse po na bën këta, pse unë e kam qenë këmbgulse në vendimin tem, se unë e kam ditë, e kam ndje mrena vetës që unë nuk jam smut. Që është vetëm një idhnim i madh mrena me i cili e ka bëhet pas matim. Edhe në përgjithësi na smuhemi kur jemi keq psiqikisht, kur jemi zhgënjym, kur jemi të dëshprum, kur na kajnë rajt shumë, kur jemi të mbushur me rrena, kur smujmi përballu që ato rrena, apo ma këqyr dorën. Kjo pjesa e kancerit që e përmende, unë e thamë nëse njeri ka një imunitet fort, si ti që ke qenë fort, atëherë e kalon edhe kancerit. Po. Adin të është ta me lidhë, pse kancerin mundesh me energjia pozitive, mu mjekët më kajnë thanë mësë nej po. Energjia pozitive. Mjekët më kajnë, jo një herën jetë, 2 herën jetë më ka ndodhë që më kajnë thanë mjekët, këto medicina nuk e spjegon, vetëm energjia jote pozitive, është 2 herë gjatë jetës teme ka ndodhë kjo, unë e vërtet jam e bekume prej Zotit, prej Universit, prej Krijuesit, prej si doni që ta thani, të thirrani si doni. Po. Jam e bekume që ma ka dhënë këtë entuziazëm për jetë edhe këtë energji pozitive edhe që më takon me njerëz të mirë si puna jote. Edhe unë gjithashtu jam krenare që mullë me ty e bisedaj këtë pjesë që kom dasht me vite. Qaj, andrat janë gjithmonë të realizushme, njëna prej andrave tua edhe të mija të poshtë. Kjo ka qenë andra jam. Ka qenë andra jam që me taku një person si vetja. Mrekullia të ndodhin njerëz, mos me ndoni që nuk ndodhin. Si vetja. Do të kemi bashkëpunime, besoj me Astrien, në vazhdimsi. Po. Edhe do të mundeni me na pa bashkë në TikTok, ndoshta, mundeni me na pa bashkë edhe në për tjera. Ne kam shumë video në Facebook. Në Facebook kur kam filluar shumë herët, po gjithçka ka eri Facebook kur kom fillu në me dhënë këshilla, në vetëm këshilla kom dhënë, edhe ati që shumë qujshen në Antigonë kanë shumë interesant. Vitamina D. Dull vitamina D. Mirë, shumë të paskën qitë emrin e mirë.